prostitutat në Evropë paguajnë të atim, tha këto tonat janë tjetër çka. Çka po ndodh me çet jetën virtuale? A është jeta Instagram? Mos i përmeni tash krejt rrjetet sociale. Pa edhe në qysh këshyre, kjo çajo që u bo, qysh me thonë, prej videove të famshme që ajo një që është e famshme, për aty radhit jam duket ka qenë budall, kriminela, prostituta dhe dhunus. Edhe avim prostitut, kështu bëtë e kom përdor mu anku, një dësti joni tha, prostitutat në Evropë paguajnë të atim, tha këto tonat janë tjetër çka. Thash, okej, falimnirës për vrejtjen, thash, do ta kem parasysh herën tjetër, mi u thonë, na e qysh ndryshe. Ka qenë 2-3 raste kur fillum me relativizu, dikur me arsyetu dhunën. Kjo shkolla e paramram, para se shoqënia me shku për lesh kejt, para se me hongër dreqë. Është kur e relativizon dhunën. Do me thonë, kur dikush e vret grun shtatzon në bord ginekologjis, edhe del dikush tjetër thët, e ka lyp kudra. Shoqënia është në prag të kolapsit, kur që kjo normalizohet. E këto nuk mund është ti me thonë me terma normal edhe akademikisht korrekt. Për shkak se tu ja zhu rrugën budallve, dikur budallakia bëhet normë. Edhe ti vjen në situatë me arsyetu vrasjen. O birë nuk arsyetuohet vrasjen. Nas një lërë thonë. Nuk mund është me vrati grun shtatzon në bord spitalit. Qa e të më thonë ti mu? E ka lyp, qysh e ka lyp? Apo më ka thonë, qa duhet me bua jo, që me lyp plumin në bord spitalit? More, kur nuk diskutohet me plum, merë fund historia. Po të kuptoj plotësisht, po... Edhe ty manej, kur fillon që kjo mu bo standard. Do me thonë, dy bashkëshort rehen, edhe ma nej hinë në Big Brother edhe najnat famshëm. Dy budal rasen me një shpi kus njonit jam shefin cigaret edhe njonit i kërset një budallaki tjetër. Zgjanoma pak këtë pjesë, s'po di ku e të shku, zgjanoma se në fund... Jom, tu e thonë që... Që ata kena mi votu. Eksakt, edhe mandej